Jo, kish përfaqësues të Aleancës për Shqiptarët, ishin zoti Arben Fetau, zëvendës kryeministri Halil Stopçe, shefi grupit parlamentar i Vlenit dhe Bleranti, dhe më thonë sekretari general. Kemi bisedu, kemi debatu për këto tema, por çështja e parë e cila duhet mbyllet është ajo. A jemi me një opcion në Vlen, apo kemi më shumë opcione? Ideja për Vlenin dhe për shkrirjen ka qenë prej fillimit. Po ne as kemi desh ta sforcojmë idenë, as ta çojmë në harres. Pra kemi presim momentin e volitshëm, më thonë në harmonizim të strukturave partijake, të ideve, të programeve dhe për ta bë Vlenin një subjekt. Ne mbram, më thonë, e ftum zotin Taravarit të reflekton sepse flitet dhe ka informata dhe vetë ka vërtetuar që ka bisedime me zotin Ali Ahmeti me Bashkimin Demokratik për Integrim. Pra, brenda Vlenit gjithçka është e lejueshme, gjithçka është legjitime, edhe për ndërtim pozicionesh, edhe për ndërtim idesh, edhe për gjithçka që ka të bëjë me projekte politike, mirë po demokracia ka një rregull. Pra, debatohet projet kontra, hudhen argumentet në tavolinë, dhe në fund nëse mbi votohesh, pra shkon propozimi i shumicës në atë rast.